janë që të gjitha, por problemi i vjedhin, sepse nuk do zhduken ma, si që ka ndodhur 130 milion euro me djegësin e Tiranës, dhe gjurmët e ti nuk ekzistojnë. Dhe parat nuk i kanë marrë drejtorat, se s'mund t'i marrin kur drejtorat, ja u themun ju. Parat nuk i kanë marrë as supervizorët. Jo, parat i ka marrë vetëm ai që firmos për to dhe që në ligj është i detyruar të kontrolloj çdo sasi që disbursohet, por që ka çuar kontot veta bankare edhe s'ka kontrolluar asgjë dhe ky është Edi Rama. Dhe këto janë 130 milion. Parat do t'i gjejmë sepse nuk do përzamne për dufe dhe inate personale pronar televizionësh dhe si që ka ndodhë me Beketin dhe gjobitën Shqipëria 110 milion euro. Kryeministri i vendit nuk do mund të udhtoj kur me avion dispozicion. Jo, do udhtoj si ju me avion të linjave të zakonshme, të liret shtrejta aq sa janë, por të shpenzosh 21 milion euro për 2 vite në 140 udhëtime, do të thot je i pa shpirt, do të thot të ka vërbuar luksi, të ka vërbuar pasuria dhe nuk të bjen normen se ekzistojnë qytetar dhe hallet të tyre. Nuk do hap kryeministri kur në kryeministri as në shtëpinë e tij shishe vere 33.000 euro. O miq, shishen e tillë e hap njëri pa moral, i cili nuk nguron për të blek kopshtin e Edenit në borën e pasëm të kryeministrisë 5 milion euro. Kopsht të cilin nuk e ka ble as mbreti Anglis, as perëndori Japonis, as presidenti i Shteteve të Bashkuara apo kancelari i Gjermanisë. E blen kryeministri i vendit më të varfër, i qytetarëve me rrogat më të ulta, i pensionistëve me rrogat më të ulta. E blen se është i biri i tjatit, i cili urren njerëzit, i cili është me kur, me urrëtie për njeriu, i cili është me kur në fini, me urrëtie për të tjerët, dhe me karta biank për serën e tij. E bën njeri i cili për cilin nuk ekzistojnë të smurt, nuk ekzistojnë smundjet, që duke vjedh lënë spitalet pa ilaçe, deklaron se ajo që ndodhi në onkologjik është krim kundër njerëzimit, dhe që smerr 100 ark nga arka e shtetit për t'i dhënë fund atij krimi kundër njerëzimit. Pa aty krimi kundër njerëzimit vazhdon, telefonat u bien të smurve, për 2 muaj nuk keni më ilaçe, edhe 3 muaj s'do keni mjekim, aparaturat janë prishur, dhe ata njëri pas tjetrit mbetën në mshirën e smundjes. Pra, a vazhdohet ky është njeri që s'ka asnjë normë. Miq, do të ju premton pasaportën europiane
Pasaporta europiane e tij është pasaporta më kallpër në botë. Me Edi Ramën nuk shkohet kur në Europë, po, me Edi Ramën mbi 1.099.000 shqiptar ikën nga Shqipëria dhe morën në Europë pasaportën europiane. Pasaporta europiane e Edi Ramës është si djegë si Tiranës, është si premtimi për shtetësinë falas. Premtoj shtetësinë falas. A e dini ju që vetë Instituti Statistikave të tij deklaroi javën e kaluar se shqiptarët shpenzojnë nga xhepi i tyre për kujdesin shtetësor 820 milion euro. Shqiptarët për frym shpenzojnë 410 milion euro, 410 euro për frym në vit. E imagjinoni, shqiptarët për frym shpenzojnë për ilaçe 2 herë më shumë se për bukën e gojës. Ç'a ndodh? Nuk i blejnë, rrinë pa mjekim, ose në mshirë të familjarëve të tyre që t'ja u dërgojnë. Edhe ato tjera që janë marka Doshi Nushi. Janë marka Doshi Nushi. Në vend të gjitha me niseshte dhe pa efekte, ilaçe mashtrimi, ju ja fjallën ju se javën e parë dylli Doshit dhe Nushit dhe në Shqipëri s'do mund të futen kur ilaçe tjera përveç atyre që tregtohen së paku në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe jemi këtu, ju premtoj ju, po ju premtoj edhe pukjanëve shqiptarëve të mrekullueshëm diasporë, se pas 11 majit nuk do porosis kush ilaçe jashtë shteti, se do vëm këtu në Shqipëri listën italiane të rimbursimit. Po. Ato ilaçe që shteti i Republikës Italiane, vendi pasur, ju rimburson qytetarëve të tyre, ato do ju rimbursoj qeveria e koalicionit ton qytetarëve shqiptar. Nuk jemi zingjin, po për shtetin do bëjmë të njëjtin kujdes. Ndaj dhe miqtë e mi, kjo që undala gjerë tani, është të themi pakete e dhimbshurisë. Është pra pakete e shpirtit dhe zemrat njerëzve e solidaritetit që kemi për njëri tjetrin dhe që s'duam ta shohim kur në skamje, s'duam të shohim njëri të flas me vete për nga mospasja. Po kjo është vetëm shtylla e parë. E dyta, Made in Albania. Puka, prodhim, prodhim, prodhim. Sot pasurit, këta qeveritar dhe fondet i plaçkisin, i ndaj njëri me tjetrin. Ju garantoj se fondet dhe pasurit do të ndahen, do shtrohen në mirësi për qytetarët shqiptar. Dhe kjo jo vetëm në rroga dhe pensione, por ata do të jenë përfituesit kryesor të pasurive të pamas që kemi ne. Ndaj dhe ne do krijojmë në Pukë dhe në Shqipëri klimen më miqësore ndaj biznesit. Do të rinërtojmë në Pukë infrastrukturën më moderne.
do shojmë përparësi tunelin e Reps Gjegjan. Po, ata që mund të rrodhin buzët kur e dëgjojnë këtë premtim, ata nuk njohin Pukën, potencialet e saj prallore, nuk njohin pasuritë e mëdha të saj, nëntoksore, mbitoksore, nuk njohin shpirtin punëtor të jashtëzakonshëm të pukjanëve të mençur, nuk njohin pra se Puka është një thesar i vërtet në pasuritë e saj. Çdo fermer do të subvencionohet